Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Të nderuar dhe shumë të respektuar miq, falenderojmë Allahun fuqiplot, ai është i vetmi meritor dhe i denj për adhurim e falënderime e lavdi dhe hamd. I dërgojmë salate dhe shumë selame me të dashurit ton, vulës së gjithë pejgamberëve të Allahut, Muhammedit ton të dashur alayhi salatu wassalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me lejnë Allahut po e fillojmë edhe një takim të ri në këtë cikël të takimeve tona në kuadër të leximit dhe meditimeve të ajeteve të kapitullit An'am, me thellësitë e vargjeve të kësaj sure të bekuar, surja An'am. Në këtë takim do të lexojmë ajetet nga ajeti 84 deri tek ajeti 91 i kapitullit An'am. Duke u bazuar në kuptimet dhe dritat e këtyre ajeteve, e kemi titulluar këtë takim Pema e pejgamberisë apo zinxhiri i pejgamberisë. Në takimin e kaluar, në ajetet e kaluara kemi folë për Ibrahimin a.s. dhe jetën e tij, debatin e tij me babain e tij, me popullin e tij, për të vërtetën e madhe për rrugën e tauhidit, për rrugën e njohshmërisë ndaj Krijuesit dhe zbardhjen e rrugës së gabuar, e që ishte rruga e idhujtarisë dhe e idhujve, e që Ibrahimi a.s. kishte marrë mision dhe detyrë që njerëzve të a bëj të ditur e të qartë se idhujt nuk mund të pranohen dhe të konsiderohen për zotra, idhujt dhe statujat nuk mund të miren për zotra, por Zoti i vërtet është ai i cili krijoi tokën dhe qiellin dhe gjithësinë dhe kosmosin në përgjithësi, dhe atij duhet t'i përulemi dhe atë duhet të e adhurojmë. Tani, në ajetet vijuse, Allahu fuqiplot na flet për zinxhirin dhe pemën e pejgamberëve të Zotit. Më lejoni fillimisht të lexoj ajetin 84. Thot Allahu fuqiplot: "Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub, kullan hadayna wa Nuhan hadayna min qablu wa min dhurriyyati Davuda wa Sulejmana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadhalika najzil muhsinin." Thot dhe ne i dhuruam atij Ibrahimit Ishakun dhe Jakubin, se cilin e udhëzuam prej tyre, para Ibrahimit e udhëzuam edhe Nuhin, dhe nga pasardhësit e tij janë Davudi, Sulejmani, Ejubi, Jusufi, Musai dhe Haruni. Kështu ne i shpërblejmë bamirësit. Ky është ajeti 84. Imam Tabariu, duke analizuar dhe duke komentuar ajetin 84, thot: ne i dhuruam atij, është fjala për Ibrahimin, ky ajet i referohet Ibrahimit a.s. Allahu i dhuroi pasardhës të bekuar, edhe pse Ibrahimi, sikur ne e dim jetën dhe biografinë e tij, Allahu dhul xhelal e sprovoi me momente dhe sprova të mëdha Ibrahimin a.s. Por Allahu i dha një familje të bekuar dhe i dha pasardhës e që nga trashëgimtar dhe pasardhës të Ibrahimit dolën emra shumë të mëdhaj. Jo vetëm Ismaili dhe Ishaku, por nga Ismaili dhe Ishaku edhe një numër i madh në zinxhirin e pejgamberëve të Allahut fuqiplot. Të dashurit e mi, të gjithë njerëzit për nga dëshira dhe natyra, për nga dëshira e natyrshme e tyre, kanë dëshiren dhe ëndrat e tyre që të kenë trashëgimtar dhe familje të bekuar, që të kenë pasardhës të hajrit. Dhe një nga lutjet e Kur'anit është se Kur'ani neve na mëson që ne të lutemi për një familje të bekuar, që ne të lutemi që Allahu të na dhurojë trashëgimtar të ndershëm e fisnik, dhe nga familjet tona dhe nga pasardhësit ton të ketë njerëz të bekuar e të ndershëm e fisnik,
që janë të dobishëm në këtë botë, por edhe janë të shpëtuar në botën tjetër. Kjo është një nga lutjet, një nga top lutjet e Kur'anit, që Kur'ani neve na udhëzon që ne të lutemi të gjithë për trashëgimtarët dhe pasardhësit tonë. Ajeti në fjalë tregon se Allahu fuqiplot i ka jap një familje të bekuar Ibrahimit a.s. Pastaj thot, secilin e udhëzuam, do të thot, të gjithë trashëgimtarët nga familja e Ibrahimit a.s. ishin të udhëzuar dhe Allahu te baraka wa taala i preki me bekimet dhe mirësitë e tij trashëgimtarët e Ibrahimit a.s. Pastaj, këtu në brendin e këtij ajetit, Allahu përmend edhe Nuhin, i cili ka jetuar para Ibrahimit a.s. dhe tregon se edhe Nuhin a.s. e kishte prek udhëzimi dhe kjo dhurat hynore nga Zoti fuqiplot, dhe edhe ai kishte një listë të profetëve dhe pejgamberëve të Zotit nga pasardhësit e tij. Profecia dhe udhëzimi janë dhënti të Allahut. Ajeti 84 na jep edhe këtë mësim, se edhe pejgamberllaku si dhurat, por edhe udhëzimi si një dhurat tjetër, që të dyja këto janë dhënti të Allahut. Profecia edhe udhëzimi nuk janë trashëgimi në mënyrë automatike që dikush mund të pretendoj apo të shpresoj, që mund të trashëgoj edhe këtë zinxhirin e pejgamberllokut, por edhe të udhëzimit. Nga se edhe historia e njerëzimit, por edhe historia brenda ajeteve të Kuranit dhe ajo çfarë na ka mësuar pejgamberi alsam, na tregojnë se kemi pas pejgamber të Zotit, por jo trashëgimtarët e tyre kanë qenë në rrugën e njëjtë, apo në rrugën e duhur, apo në rrugën e besimit. Sikur fjala vije, djali i Nuhit a.s. nuk ishte i udhëzuar, ishte pikrisht Nuhi dhe ishte djali i Nuhit dhe e gruaja e tij që e kundërshtuan Nuhin a.s. dhe nuk pranuan që të hypin me të në anije, nga se anija Nuhit ishte anija e shpëtimit, ishte sipër asaj anije ishin vetëm ai grusht i vogël njerëzve që ishin besimtar të vërtet dhe besonin Zotin një, por ja që për keqardhje djali i tij nuk hypi në anijen e Nuhit të babait të tij, në anijen e shpëtimit. Prandaj Allahu i dhuron këto dhunti edhe pejgamberllokun, edhe udhëzimin vetëm atyre që ai dëshiron. Prandaj Allahu i zgjodhi ata ta emna të pejgamberëve që u përmenden në ajetin 84 për shkak të bindjes së tyre, për shkak të durimit të tyre dhe për shkak të bamirësisë së tyre, nga se ishin familje të bekuara. Në fund ajeti përfundon thot, kështu ne i shpërblejmë bamirësit. Kedhalike nejzil muhsinin, kështu ne i shpërblejmë ata që janë bamirës. Kështu shpërblejnë familjet e bekuara. Kështu shpërblejnë me pasardhës e me trashëgimtar të hajrit krejt ata që janë bamirës. Kjo pjesë ajetit, thot Imam Taberi, tregon se ky nderim dhe ky udhëzim është shpërblim për kënd. Është për ata të cilët janë të sinqert, për ata të cilët janë besim drejt, për ata të cilët janë të bindur, për ata të cilët përballë sprovave nuk dorëzohen, por janë durimtar e faqebardh, si dhe për ata që janë vepër mirë. Do thotë, këto janë disa faktorë, janë disa elemente të cilat Allahu te baraka wa taala mbi bazën e këtyre elementeve thotë, kështu ne i shpërblejmë bamirësat. Ndërsa në anën tjetër vazhdon Imam Taberiu thekson se ky ajet është edhe një argument shtesë kundër idhujtarëve, duke treguar se rruga e drejtë është vetëm rruga e profetëve dhe pejgamberëve të Allahut, dhe kjo është rruga e njohshmërisë ndaj krijuesit dhe jo rruga e atyre që ishte rruga e idhujtarisë dhe rruga e shirkut. Para se të kalojmë te ajeti 85, dua të përmendi dhe të nënvizoj edhe një çështje shumë e rëndësishme e cila ndërlidhet me Ibrahimin a.s. dhe familjen e tij. Ibrahimi a.s. e ka marrë shpërblimin në jetën e kësaj bote para se të merr ato shpërblimet mëdha në ahiret, në botën tjetër që Allahu ka përgatitur për të dhe familjen e tij. Cilat janë shpërblimet e Ibrahimit në jetën e kësaj bote?
Ne jemi si musliman të gjithë e dim që kur falim namazin, çfarë do lloj namazi qoftaj, namaz nafile, apo sunet, apo namaz farz, ne në çdo namaz, në uljet tona, në tashahhud, pasi që e lexojmë et-tahiyatin, ne themi Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahime wa ala ali Ibrahim. Ne kur lutemi për mirësi e bekime për pejgamberin ton dhe familjen e tij të bekuar, ne njëkohësisht lutemi për Ibrahimin dhe familjen e tij. 2. Po i përmendi vetëm kalim të shpejt disa shpërblime në jetën e kësaj bote. Do thotë nuk ka namaz që ne nuk lutemi për bekime dhe mirësi edhe për Ibrahimin dhe familjen e tij. 2. Kush e ndërtoi Qabën dhe kush i thiri brezat, gjeneratat e gjithë njerëzimit që të shkojnë në Qabën në Mekë, është Ibrahimi a.s. është mekami Ibrahim, ju gjithë që keni shku në Qabën e bekuar në Mekë, për haqë apo për umre, e keni pa atë objektin karshi Qabës, një objekt që është mekami Ibrahim, kur ne pasi ta kryjm tavafin, në drejtim të mekami Ibrahimit dhe Qabës respektivisht, falim 2 recate namaz nafile. Do të thotë, shiqoni çfarë shpërblimi të madh Allahu i dha Ibrahimit dhe familjes së tij. Pastaj therrja e kurbanit që ndërlidhet drejt për drejt me Ibrahimin dhe Ismailin të birin e tij e kështu me radhë. Po vazhdojmë me ajetin 85, thot Allahu fuqiplot: "Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyasa kullun min as-salihin." Ne tash Allahu e përmend, vazhdon zinxhiri dhe pema e pejgamberllokut, thot edhe Zekrian, edhe Jahjan, edhe Isan, edhe Ilyasin, të gjithë këta ishin prej njerëzve të mirë, ishin salihin. Imam Tabariu, duke komentuar ajetin 85, thot: Allahu fuqiplot vazhdon me përmendjen e pejgamberve nga pasardhësit e Ibrahimit a.s. duke tregu vazhdimsinë e udhëzimit hynor ndër breza dhe gjenerata. Nga se këta emra që u përmenden nuk kanë jetu të gjithë brenda një kohë, por kanë jetu në periudhat të ndryshme kohore dhe po flasim për breza e gjenerata brenda historisë njerëzore. Prandaj, Allahu e përmendi Zekrian dhe Jahjan, këta janë babë e birë, pastaj e përmendi Isan a.s., pastaj e përmendi Ilyasin a.s., të gjitha këto dëshmojnë se profecia dhe pejgamberlloku nuk lidhet me trashëgimi apo me formën e lindjes, por kjo është një dhuratë që Allahu i përzgjedh ato familje dhe ata njerëz e pastaj i bekon me kurorën e pejgamberllokut apo të profecisë. Ajeti përfundon, thot: "Wa kullun min as-salihin", thot të gjithë këta ishin prej njerëzve të mirë, e kjo tregon, thot Imam Tabari, kjo tregon se gjithë këta pejgamberët Allahut që Allah i përmendi me emra të përveçëm, të gjithë këta i bashkon besimi i drejtë në Zotin një, njohshmëria ndaj Krijuesit; 2, i bashkojnë veprat e mira; 3, i bashkon sinqeriteti i tyre në besim karshi Zotit dhe adhurimit; dhe 4, të gjithë këta i bashkon distancimi dhe largimi nga rruga i idhujtarisë dhe shirkut. Prandaj Imam Tabari po ashtu te kjo pjesë, te kjo fjala e fundit e ajetit e nënvizon me theks të veçantë duke thënë, thot ata që janë të drejtë në besim, në fjalë dhe veprat e mira, dhe ata që janë të bindur ndaj Allahut haptazi dhe fshehtazi, dhe ata që distancohen dhe largohen prej çfarë do lloj forme të idhujtarisë dhe idhujve apo shirkut. Ky ajet, thot Imam Tabari, është argument i qartë kundër gjithë atyre që i ngritën profetët dhe pejgamberët e Allahut mbi pozitën që ata realisht e kanë. Do të thonë, çdo pejgamber i Zotit fillimisht është robi i Allahut, e pastaj atë Allahu e ka gradu si pejgamber. Përndryshe, asnjë pejgamber i Allahut nuk ka atribute hynore, nga sa atributet hynore i takojnë vetëm të Madhit Zot. Do të thonë, vetëm të Madhit Zot, dhe ky është një argument në mesin e shumë argumenteve që e përforcon këtë koncept sa i përket kush janë të dërguarit apo pejgamberët e Zotit alayhimus salam. Pastaj ajeti 86 thot Allahu fuqiplot:
wa Ismaila wal Yas'a wa Yunus wa Lutan wa kullan faddalna ala al-alamin. E tash vazhdon kjo pema e pejgamberëve të Zotit, ky zinxhiri i gjatë, thot edhe Ismailin, edhe Eljesan, edhe Yunusin, edhe Lutin, secilin prej tyre e kemi dalluar dhe e kemi ngritur mbi botët. Domethënë, mbi të tjerët, mbi njerëzit me të cilët kanë jetu, mbi atë gjenerat, mbi atë brez, dhe secili prej tyre veç e veç është i nderuar dhe është në grada të larta tek Allahu te baraka wa taala. Imam at-Tabari, Allahu mëshiroft, kur e komenton ajetin 86, thot Allahu vazhdon përmendjen e pejgamberëve dhe profetëve të zgjedhur duke përfshi Ismailin. Ismaili ishte i biri i Ibrahimit, edhe vëllau i Ishakut. Ismaili është djali i Ibrahimit, e që në historinë islame Ibrahimi edhe Ismaili janë simboli i durimit, nga se Allahu e vuri në sprovë të madhe Ibrahimin pikërisht me të birin e tij Ismailin, kur tha aje i gatshëm për dashurinë ndaj Zotit, të birin tënd me e bë kurban për Zotin, me e therr kurban, edhe Ibrahimi u tregu i gatshëm, por dhe Ismaili i biri i tij u tregu durimtar dhe i përulur, prandaj kur përmendet Ismaili asocion dhe është simboli i durimit, njeriu durimtar që ka tregu durimin dhe bindjen më të madhe në jetën e njerëzore. Pastaj përmendet Eljesaja, që është po ashtu një pejgamber i nderuar i Beni Israilve. Pastaj përmendet Yunusi alayhis salam, po ashtu një pejgamber i nderuar i Zotit, e që ky me historinë e tij Allahu e sprovoi dhe u burgos, po themi kështu, në barkun e një balene të madhe, për shkak se ai i dha të drejt vetes, po e marr lejen dhe autorizimin prej Zotit fuqiplot që të largohet nga misioni për popullin e tij. Ishte lodhur duke e thirr popullin e tij, ai ishte një popull kokfort, ishte një popull kryeneç dhe nuk i përgjigjeshin Yunusit në misionin dhe detyrën e tij, dhe ai vendosi të largohet dhe të braktisë popullin e tij. Për këtë arsye, pa lejen e Zotit, ai pasi vendosi me braktisë popullin e tij, Allahu e burgosi në barkun e balenës dhe është një pejgamber i nderuar i Zotit fuqiplot. Pastaj përmendet Luti si një nga profetët, i cili u përball me një sprovë shumë të madhe nga populli i tij, nga se për herë të parë në mënyrë publike dhe masive është populli i Lutit, të cilët në mënyrë publike ishin zhytur në imoralitet, në një shfrenim të panjohur dhe të paparë më herët për njerëzimin, kur njerëzit e të njëjtës gjini zhyteshin në imoralitet, waliyadhu billah. E pastaj Allahu e përmbyll ajetin 86, thot të gjithë prej tyre i kemi dalluar, të gjithë janë të nderuar dhe shumë të respektuar. Allahu këta i ngriti mbi njerëzit e kohës së tyre, mbi njerëzit e gjeneratave dhe brezave të tyre, me graden e pejgamberllokut, me shpallje, me udhëzim dhe me afërsinë që këta njerëz të nderuar, këta pejgamber të Allahut, e kishin me Allahun te baraka wa taala. Imamu Tabari këtu tani i bën disa qartësime, i bën disa vrejtje, thot kjo nuk nënkupton hynizimin e askujt, nga se hynia i takon vetëm Allahut, jemi të qartë, ne muslimanët kemi këtë koncept jashtëzakonisht të qartë, nuk mundet në asnjë rrethon, asnjë njeri në këtë botë të jetë hyni. Hynia i takon vetëm Zotit fuqiplot, vetëm ai është Perëndi, vetëm ai është Zot, por nderimi dhe përgjegjësia ishte shumë e madhe për këta rob të zgjedhur të Zotit fuqiplot. Ky ajet, po e mbyllim me për këtë pjesë, ky ajet e përforcon dhe e fuqizon mesazhin se udhëzimi i vërtet është vetëm një rrugë, ajo është rruga e pejgamberëve të Allahut, të cilët u dalluan edhe për shkak të besimit të tyre të pastërt, edhe për shkak të durimit dhe sprovave që ata i tejkaluan me faqebardhësi, dhe për shkak të bindjes së madhe që këta burra e kishin ndaj krijuesit, ndaj Allahut
ndaj Allahut fuqi plot. Ne këtu po e bëjmë një pushim të shkurtër dhe menjëherë po kthehemi me pjesën tjetër inshallah taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar miq, jemi duke i lexuar dhe duke i analizuar ajetet e kapitullit En'am, duke filluar nga ajeti 84 deri tek ajeti 91. Këto ajete të bekuara na flasin për një temë e cila ka të bëjë me pasardhësit e Ibrahimit a.s. por jo vetëm, në përgjithësi ajetet flasin për pemën e profetëve të Allahut. Këta ishin njerëz të nderuar, ishin njerëz të zgjedhur nga familje të nderuara prej Allahut fuqi plot, të cilët përmenden edhe me emra të përveçëm, sikurse e lexuam ajetin 84, 85, 86, e tani kemi arritë te ajeti 87, Allahu fuqi plot thot: "Wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim." Thot, edhe nga etrit e tyre, edhe nga pasardhësit e tyre, edhe nga vëllezërit e tyre, ne i zgjedhëm ata dhe i udhëzuam në rrugën e drejtë. Thot, tani këtu ajeti na flet edhe për trungun familjar, qoftë për të partë e tyre, qoftë për pasardhësit e tyre, qoftë për vëllezërit e tyre. Këto nuk duhet t'i kuptojmë bukfalisht, nga se ne po flasim për shumë breza dhe gjenerata, po flasim për një kontekst kohor shumë vjeçar, me plot dekada, që mund ta përmbledhim me dy fjalë për historinë e njerëzimit, në këtë rast për historinë e pejgamberëve të Zotit që Zoti i zgjedhi dhe i dërgoi njerëzimit në mbar. Imam Tabariu, duke komentuar ajetin 87, thot: kur thot Allahu nga etrit e tyre, pasardhësit e tyre dhe vëllezërit e tyre, kjo tregon se Allahu ka zgjedh profet dhe pejgamber edhe nga familjarët e këtyre pejgamberëve të përmendur më herët. Jo për shkak të lidhjes së gjakut, por për shkak të zgjedhjes hynore dhe meritës në besim. Thon, edhe më herët e bënëm këtë gjë të qartë. Jo detyrimisht lidhja e gjakut me do e mos nga baba vjen djali pejgamber, nëse baba ka qenë pejgamber, do të vjen djali, apo nga vllai vjen pejgamber edhe vllai tjetër. Jo, por kjo është për zgjedhje hynore që Allahu te baraka ve taala e ka bë një përzgjedhje të tillë. Pikërisht vazhdimi i ajetit thot: "Wajtabainahum", ne i përzgjedhëm ata. Ne i përzgjedhëm ata. Kjo do të thotë se Allahu i ka përzgjedh në mënyrë të veçantë profetët, ata që i ka përzgjedh. Allahu është kujdes që ata kanë qenë të pastër gjatë tërë jetës së tyre. Edhe para se të kurorzohen me kurorën e pejgamberllokut, kanë qenë të pastër dhe asnjëherë nuk kanë qenë të devijuar apo të shfrenuar apo të zhytur në idhujtari. Asnjë pejgamber i Zotit, para se të jetë pejgamber, nuk ka lut idhullin. Asnjëherë. Apo ka qenë i shfrenuar, asnjëherë. Nga se Allahu ka bërë këtë përzgjedhje dhe Allahu është kujdes që ata të jenë të mbrojtur. Si dhe Allahu i ka nderuar këta njerëz me nderin e shpalljes pejgamberllokut të relevatës. I udhëzuam në rrugë të drejtë, thot ajeti. Imam Tabariu thot kjo nënkupton udhëzim në njëshmërinë ndaj krijuesit, në rrugën e tauhidit, udhëzim në bindjen e plot ndaj Allahut një, si dhe udhëzim në zbatimin e përpikt të urdhrave të Zotit te baraka wa taala. Tutje Imam Tabariu thekson se ajeti 87 i kapitulit En'am është argument shumë i fuqishëm kundër gjithë atyre që pretendojnë se udhëzimi fitohet me prejardhjen familjare. E këtu ka devijime sa në botë. Edhe gjatë historisë, në sa njerëz në emër të trashëgimisë, pse unë kam pas babën e babgjyshin, edhe ai pretendon një rrugtim të babës apo të babgjyshit e tij. Kurani kët nuk e pranon. Kurani
këtë nuk e pranon. Nëse unë jam hoxh, po e zëm, detyrimisht nuk duhet të jetë djali jem hoxh, pse baba nuk ka pas hoxh. E ai të jetë i padishëm, ai të mos jetë i kualifikuar dhe i shkollum. E kështu me radhë, domethënë Kurani nuk pranon një trashëgimi të pretenduar të tillë. Ajeti 88 thot Allahu fuqiplot, dhalika hudallah yahdi bihi man yasha min ibadihi walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Ky është udhëzimi i Allahut, me të cilin ai Allahu udhëzon këtë do nga robërit e tij. Domthonë, kujt don Allahu më jap hidayetin, udhëzimin të mbarën gjitha ato që u thanë më herët, Allahu ja jap. E sikur ata ti kishin bërë shirk Allahut, atëre do të shkatërroheshin në veprat e tyre që i bën. Imam Taberiu, duke komentuar ajetin e fjalë, thot: ky është udhëzimi i Allahut, do thot Allahu i referohet që njëshmëria ndaj krijuesit, respektivisht rruga e tauhidit, besimi i pastërt dhe rruga e pejgamberëve të Allahut që janë përmend nga ajeti 84, 85, 86, 87, kjo është rruga që duhet të pasohet, me të cilën ai Allahu i udhëzon këtë doj nga robërit e tij. Do thot udhëzimi vëllezër dhe motra është dhurat hynore, jo diçka që fitohet mbi bazën e prejardhjes, jo mbi bazën e pozitës, e as mbi bazën e emrit dhe të namit, por udhëzimi është dhurat hynore, Allahu i përzgjedh duke u mbështet në ato që u përmenden me herët. Sikur ata të kishin bërë shirk, ajo pjesa e ajetit, Imam Taberi sqaron thot ky është një paralajmërim për mbar ummetin e Muhamedit a.s. Nuk është akuzë ndaj profetëve asnjëherë, por ajeti ju ka zbrit pejgamberit, ani pse shumë mija vite ka jetu, këta pejgamber kanë jetu me mija vite para Muhamedit, por ajeti është paralajmërim për kohën tonë, për botën tonë, për gjeneratat tonë, ata që kanë jetu para neve, ata që jetojnë në këtë kohën tonë, brezat që do të vinë pas neve, se ata që i bëjnë idhujtari Zotit dhe i shoqërojnë diçka, atëherë ata duhet ta dinë se veprat e tyre janë të shkatruara, në kuptimin janë vepra të papranuara, nga se idhujtaria anulon dhe zhduk çdo vepër të mirë, dhe kjo është një nga argumentet më të mëdha sa i përket njëshmërisë ndaj krijuesit dhe rreziqeve dhe pasojave që sjell idhujtaria dhe shirku. Ajeti 89, thot Allahu dhul Jalal: ulaika alladhina ataynahumul kitaba wal hukma wan nubuwwa fa in yakfur biha haulai faqad wakkalna bihi qauman laysu biha bikafirin. Thot këta janë ata të cilëve ne u adham librin, domthon këta burra që i përmendi me emër Allahu nga ajeti 84, duke filluar nga Ismaili e tutje. Thot këta janë ata të cilëve ne u adham librin, se cilit pejgamber Allahu i ka zbrit shpadhe dhe libra. Pa zem, Musës Tevratin, Zeburin Davudit, Injilin Isait, Suhufe Ibrahimit, e kështu me radhë, thot, po ashtu u kemi dhuru urtësi dhe pejgamberllokun, e nëse këta idhujtar të Mekës i muhojnë të gjitha këto, ne u a kemi besu atyre një popull tjetër që nuk janë muhus të tyre. Do më thonë, nëse ta qartësojmë ma shumë ajetin, nëse brenda një gjeneratë dhe një brezi, ka të atil që nuk i pranojnë këto, i mohojnë dhe i kundërshtojnë, Allahu ka siguru të tjerë që i pranojnë. Hade po e thëmë hala mënyrë ma të drejt për drejt. Shqyqeni vëllezër dhe motra, si Allahu fuqi plot, popullin ton, popullin shqiptar, e ka nderu me Kur'anin, me Islamin, me të vërtetën e madhe, me mësimet e pejgamberit a.s. Ne nuk kemi qenë gjithmonë si popull musliman, spaku, po flasim për ato epokat historisë që dihen. Nga se këtu ka edhe shumë hamendësime dhe spekulime. Ku e dim ne para 2000 viteve, apo para 3000 viteve, apo para 4000 viteve, a kemi qenë në udhën e drejtë dhe në besimin e drejtë në Zotin një. Nga se prej Ademit a.s. prej njeriu të parë, e deri te njeriu i fundit, kur vjen fundi i botës, gjithmonë ka pas njerëz që kanë besu Zotin një.
gjithmonë ka pas njerëz që kanë ecë në rrugën e njohshmërisë, sikurse se ka pas shumë njerëz që kanë qenë rrugë të gabuar dhe kanë marrë për zotra idhuj të rrejshëm që i kanë emërtu me emrat e tyre. Por, diku 700-800 vite më herët, Allahu i madh ka dashur që në këto troje, në këtë pjesë të botës, në këtë pjesë të gjeografisë dhe hartave, të vije Islami, të vije shahadeti, të dëgjohet ezani, të lexohet Kurani, të merret avdesi, të falet namazi, ta besojmë Zotin një fuqi plot. Sot, po e zojmë, kur shiqojmë shtetet e caktuara të Evropës sot, ku aty historikisht nuk ka pas musliman për periudhat caktuara që dihen, sot i ke gjithandej metropolet dhe kryeqytetet e Evropës me përplot xhami e minare. Gjithandej lagjeve të Evropës thirret ezani Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gjithandej lagjeve dhe kryeqyteteve të Evropës falet namazi, lexohet Kurani. Allahu Akbar. Domethënë, sikurse që kemi shtete fqinje përreth neve që nuk e kanë pranuar Islamin. S'ka dashur me pranu Islamin, Allahu na ka nderu neve, na ka zgjedhë neve me pranu Islamin, besimin e drejtë në Zotin Dhul Xhelal dhe jemi largu nga idhujtaria dhe rruga e idhujve. Zot na të rrejshem që njerëzit i kanë emërtu me mendjen e tyre të gabuar, me traditat e tyre, me narrativen e tyre e kështu me radhë. Prandaj ky ajet, thot Imam Tabari, këta janë ata pejgamberët që u përmenden nga ajeti 84, që Allahu Dhul Xhelal edhe ju dha pejgamberin, edhe librat e shejta, edhe mësimet hynore, edhe urtësin. Ata që i pranojnë në rregull, ata që i mohojnë, ata e kanë fatin e tyre. Prandaj këtë ajet Imam Tabariu e përmbyll, thot, ky ajet është një qortim serioz për gjithë ata mohuesit, se feja nuk varet nga një popull i vetëm. Tash, po vije keq me e thonë kështu, po nuk po e thonë kuptimin negativ, por pozitiv. Ti ki babën e babgjyshin e katragjyshin musliman e gjyshin krejt, nuk po donë më falë. Në rregull, e ke zgjedh rrugën ti mos më falë, e ke zgjedh rrugën mos më agjeru, e ke zgjedh rrugën mos më lexu Kur'an. Shkonaj atje në Amsterdam falet. Shkonaj atje në New Jersey falet. Shkonaj midis Washingtonit falet. Shkonaj midis Curit falet. Shkonaj midis Brukselit falet. Shkonaj atje midis Frankfurtit falet dhe thirret e zoni. Që se ka as babën as babgjyshin musliman, po e ka zgjedh rrugën e besimit, e jo të mohimit. Te ki babën e babgjyshin e katragjyshin, edhe s'po don më u fal. Në rregull, na jemi në rregull, se s'po don më u fal, është e drejta jote. Por unë po them, është gjuna, nga se shiqa, e ke një zinxhir shumë të pasur në lozën tënde familjare. Asken nuk e ke që nuk e ka fal namazin. Pikërisht ky ajeti, këtë e thot çfarë unë e parafrazova. Ajeti 90, thot Allahu Dhul Xhelal, ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadi qul la as'alukum alayhi ajra in huwa illa dhikra lil alamin. Këta janë ata që Allahu i udhëzoi. Prandaj ti o Muhammed, pasoje udhëzimin e tyre. Ecë në këtë autostradë të gjatë e të vjetër, të cilën e filloi Ademi alayhis salam, e pastaj Ibrahimi e tutje. Thuaj, unë nuk kërkoj për juve asnjë shpërblim për këtë çfarë unë për ju thras, po u ju orientoj, po ju udhëzoj, po ju këshilloj, ai Kurani është vetëm këshill për gjithë botrat. Ndërsa ajeti i fundit, për sot ajeti 91, thot Allahu Dhul Xhelal, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi idh qalu ma anzala Allahu ala basharin min shay'in, ata nuk e vlerësuan Allahun ashtu siç duhet dhe siç e meriton dhe siç i takon madhërisë Allahut, kur ata e thanë një akuz trond karshi Zotit, Allahu nuk i ka zbritur asgjë asnjë njeriu. Domethënë ka ata atill që refuzojnë konceptin i cili ka të bëjë me pejgamberët, me profetët e Zotit, me shpalljen, nuk pranojnë. Kjo është një akuzë shumë e rëndë, si ka mundësi Zoti e krijoi komplet këtë kosmos e këtë gjithësi me gjitha këto të mira, e njerëzve mos t'ju dërgoj mësime e relevata, e shpallje, e pejgamber të zgjedhur. Thuaj o ti këtyre, kush e zbriti librin që e solli Musaja a.s.
i cili libër ishte dritë udhëzim për njerëzimin, por ju pastaj këtë libër të Muses e manipuluat, e bëni atë në fletë, disa i shfaqni e disa i fshihni, ndërkohë ju është mësuar ajo që nuk e dinit as ju, as të parët e juaj, thuaj, Allahu ju mësoj gjitha këto gjëra. Pastaj, leri ata të zhyten në fjalët e tyre të kota dhe të luajnë në defrimin e tyre të shfrenuar. Kështu përmbyllet ajeti 91. Doktor Abdul Hamid Tuhmaz, Allahu mëshiroft, i përmbledh mesazhet themelore të ajeteve që u lexuan dhe me këto përmbledhje edhe ne po e përmbyllim këtë takim, thot doktor Abdul Hamid Tuhmaz. Pejgamberllaku dhe profecia është dhurat e Allahut e nuk është merit sociale. 2. Të gjithë pejgamberët e Allahut ishin predikues të një feje të vetme, e cila ka emrin njëshmëria ndaj krijuesit, tauhidi apo islami. 3. Kurani është mbrojtës i shpalljes, është libër udhëzim i përjetshëm. 4. Muhamedi alayhis salatu wassalam është pejgamberi i fundit dhe është profet universal për mbar njerëzimin dhe të gjitha kohrat deri në fundin e botës. 5. Refuzimi i pejgamberllokut lidhet me ignorancë, me padije, lidhet me mendjemadhësi e kryenitësi, si dhe lidhjet me gjykime të gabuara. Dhe e 6. Sinqeriteti i pejgamberëve të Allahut është argument moral i profecisë së tyre. Sinqeriteti dhe jeta e tyre për plot sakrifica dhe sinqeritet është argument moral që tregon pejgamberllokun e tyre. Të dashurit e mi, e lusim Allahun dhul xhelal që ne çdo herë deri në momentin kur ja dorëzojmë shpirtin Zotit ton, të jemi në këtë rrugën e zinxhirit të pejgamberëve të Zotit dhul xhelal, nga se kjo është rruga e vetme e cila edhe na mundson të jetojmë në jetën e kësaj bote për plot dinjitet e faqebardhësi, por edhe na mundson me lejen dhe mirësitë e Allahut me qenë të shpëtuar, e të kënaqur me përjetësitë e amshimeve në ahiret, inshallah taala. O Zoti ynë, mos na i lako zemrat tona, pasi na drejtove në rrugën tënde të drejtë. O Allahu ynë, na mundso që çdo herë të jemi në rrugën e gjithë dashurve tu, në rrugën e gjithë pejgamberëve tu, në rrugën e Muhammedit alayhis salatu wassalam, në mësimet e tij, në sunetin e tij, në traditën e tij, në mësimet e tij, të cilat mësime Allahu i dërgoi mëshirë e shpëtim për mbar botrat, për çdo kohë, për çdo brezë gjenerat, për gjitha kontinentet e botës. O Zoti ynë, na mundso që të jemi edhe ne qelsa që do të hapim rrugë e shtigje të mira e të hajrit, e do të mbyllim rrugë e shtigje të errta e të sherrit. Deri në takimin e radhës, të gjithë ju, kudo që jeni, qofshit në kujdesin dhe në mbrojtjen e të Madhit Allah. Allah është mbrojtësi më i miri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.